E nderuar pasfije, e nderuar shërete, e nderuar Ramadan, të nderuar familjar, të nderuar përfaqësues të vendeve mike, të nderuar përfaqësues të KRZ-s dhe të organizatave tjera me të cilat bashkëpunojmë çdo ditë, të nderuar të pranishëm. Ka momente kur fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur mirënjohjen. Siç ka edhe njerëz që me guximin e tyre fillojnë pa fjalë. Sot jemi këtu për të përullur me respektin më të thellë përballë tre individëve që janë më shumë se sa thjesht individ. Sepse me dhimbjen e tyre kanë ndriçuar rrugën drejt së vërtetës, drejtësisë dhe shpresës. Zonja Vasfije Krasniqi, zonja Shërete Tahiri dhe zoti Ramadan Mishori, sot e përgjithmonë do të mbeten emra të gdhendur në ndërgjegjen kolektive të popullit tonë. Në histori janë të rrallë zërat të cilët ndonse të lodhur nga padrejtësia, flasin me fuqi që tund themelet e heshtjes. Vasfije, Shërete dhe Ramadan, ju jeni pikrisht këta zëra. Ju jeni zëri i së vërtetës që po pret drejtësi me dekada. Ju jeni zëri që keni zgjedhur dinjitetin, jeni zëri i të mbijetuarve që refuzoni heshtjen. Prandaj sot, me zemrën plot, ju ndaj titullin mëse të merituar. Titullin Nderi i Republikës. Për ju që me aktin tuaj keni ngritur jo vetëm zërin tuaj, por zërin e mira të mbijetuarve që ende jetojnë me plagën e dhimbjes së krimeve të llahtarshme të kryera ndaj tyre. Ky nuk është thjesht një dekorim. Është një premtim i gjallë se nuk do të lejojmë që historia të harrojë ata që u shkelën nga mizoria dhe se Republika jonë asnjëherë nuk do të jetë e plotë pa drejtësi për ju dhe mira të mbjetuar të tjerë, të cilët përjetuan aktin më barbar nga regjimi Miloševićit. Ramadan, dëshmia jote është një akt i jashtëzakonshëm, i kurajos dhe i burërisë. Ti je burri i parë që flet për këtë krem dhe je një përfaqësues i të gjithë atyre burrave që për vite me radhë e kanë mbajtur dhimbjen brenda. Por me ty kemi thyer edhe një tjetër mur të heshtjes dhe stigmatizimit. Asnjë njeri që është viktimë e një krimi nuk është fajtor. Siç e ke thënë edhe vetë, turpi përgjithmonë do të bie mbi ata që kryen këtë krim e asnjëherë mbi të mbijetuarit që u shndrrun në krenarinë e vendit tonë me luftën e tyre të parreshtur për drejtësi. Vasfije, zëri yt është bërë frymëzim për të gjithë ne si brez dhe për brezat që do të vinë pas nesh. Ke folur kur ishte më së vështiri të flitej. Ke qëndruar kur ishte më së lehti të fshihej. Je bërë simbol i rezistencës, i forcës dhe i shpresës për të gjithë ata që ndihen të thyer. Ke qenë zëri që ka deputuar nga Kongresi Amerikan në Këshillin e Sigurimit e nga Parlamenti Evropian në çdo cep të botës. Shërete, rrëfimi yt jo vetëm si një grua, por edhe si një nënë, që përjetoi dhimbjen dyfish sepse dhimbja nuk ishte vetëm e jotja, por edhe fëmijëve që përjetuan atë që përjetove ti duke qenë dëshmitare të dhunimit. Ke prekur zemrat e të gjithëve që kanë dëgjuar jo vetëm në Kosovë, por për te. Ti nuk je vetëm dëshmi e dhimbjes, por dëshmi e forcës së pamatshme, e dashurisë dhe kujdesit ndaj të tjerëve, edhe atëherë kur vetë mund të jesh ndier e rënuar. Je shembull i fuqisë që njeriu ka për të ngritur jo vetëm veten, por një shoqëri dhe një shtet të tërë
Dhe pikërisht këtë e ke bërë ti, shembulli yt nuk është ndalur vetëm me ty, por vazhdon edhe me vajzat e tua, edhe me fëmijët e tu. Të nderuar të pranishëm, të mbijetuarit e dhunimit seksual gjatë luftës nuk janë thjesht viktima, janë dëshmitar, janë dëshmi e gjallë dhe shtylla jonë më e fortë e luftës për drejtësi. Janë zëri i së vërtetës që na kujton për ditë se pa drejtësi asnjëherë nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme. Prandaj, çdo përpjekje e Republikës sonë do të orientohet për të kërkuar drejtësi jo vetëm si vullnet moral, por si detyrim ndaj jetës, ndaj dinjitetit njerëzor dhe ndaj gjeneratave që do të vinë pas nesh. Si një detyrim që të sigurohemi që askush mos të përjetoj më atë që ka përjetuar populli ynë. Nuk mund të ndërtojmë paqe të qëndrueshme pa drejtësi për gratë dhe burrat që kanë përjetuar dhunën më njerëzore në mesin e cilëve ka pasur edhe fëmijë. Por në këtë përpjekje ju keni ndryshuar Kosovën. Prandaj, ne të gjithë jemi me ju në këtë rrugtim. Sot Kosova përkullet para jush dhe nuk do të ndalemi derisa drejtësia të vijë, e derisa çdo njeri që ka pësuar të dëgjohet, të nderohet dhe mos të ndihet kur vetëm. Prandaj në bazë të kompetencave të mia kushtetuese si Presidente e Republikës së Kosovës, kam vendosur që Basfien, Shyretën dhe Ramadanin t'i dekoroj me udhrin nderi i Republikës, i cili japet me këtë motivacion. Për guximin e jashtëzakonshëm për ta thyer heshtjen shumë vjeçare rreth krimeve më njerëzore të kryera gjatë luftës, për dinjitetin me cilin keni përballuar dhimbjen dhe stigmën, si dhe për rolin e pazëvendësueshëm në ndërgjegjësimin shoqëror dhe ndërkombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Nderuar Basfie, nderuar Shyrete, nderuar Ramadan, dhe të nderuar familjar të këtyre 3 herëve të gjallë të popullit tonë. Ka shumë të mbijetuar që sot na përcjellin nëpërmjet ekraneve. Shpresoj që nesër t'i kemi ulur ku jeni sot këtu për ta marrur edhe ata titullin e merituar dhe ta dëgjojmë edhe zërin e tyre. Sepse regjimi gjenocidal i Miloševićit, duke përdorur aktin më barbar të dhunimit seksual, mendonte se mund t'ju qënderoj. Por, ju u shëndruat në nderin e shtetit tonë, në nderin e kombit tonë. Sot e vullosim këtë me dekret presidencial, por ju jeni vullosur si nderi i Republikës sonë në analet e historisë së kombit.